fiton populli, e dëgjojmë popullin, nuk e tradhtojmë popullin. Janë këto vetëm disa nga thirrjet e fundit të protagonistëve të skenës aktuale politike në Maqedoninë e Veriut, të cilët mashtrojnë, gënjejnë publikisht dhe përsërisin të njëjtën pafijen e turpit. Këta që vendosin theksin te populli në fakt janë përfaqësues vetëm të një partie politike. Partia politike është vetëm një pars, një pjesë e shoqërisë, një grup bashkëmendimtarësh rreth një ideje politike, por jo domosdoshmërisht i gjithë popullit. Në rast se i gjithë populli është i një mendimi, atëherë kemi varrosur demokracinë dhe po kultivojmë diçka tjetër. Varrëmijësit e demokracisë janë demagogët dhe diktatorët. Edhe përkundër deklaratave demagoge dhe antidemokratike, me një anketë të vetme për çfarëdo çështje politike, mund të vërtetojmë se sa ka koloritëm në mendimet e popullit për shumë arsye. Një pjesë e popullit përkrah mendimet e Frontit Evropian. Një pjesë tjetër mendon se koalicioni vlen është bartës më i mirë i proceseve politike. Një pjesë tjetër mendon se duhet një faktor i tretë e të tjerët janë apolitik. Kjo fare let vërtetohet edhe në statistikat e daljeve në votime. Më shumë se gjysma nuk dalin për të votuar. Populli i kujt janë ata që nuk e përkrajnë asnjë lider politik apo parti politike. Jo pra, në asnjë mënyrë askush nuk duhet të jep luksin vetes që të thirret në emrin e popullit. Populli është më shumë se parti politike. Nevojat qytetare janë të shumta dhe të larmishme.